Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Okej, Altin, po nisim dal nga dal, ndërkohë që mblidhen të gjithë. Spari dua që të falenderoj përzemërsisht për që pranove të bëhesh pjesë e spacave tan. Nuk e di, s'kam dëgjuar ndonjëherë më përpara dhe nuk e di a ke qenë aktiv në këto hapësira. Asnjëherë përpara që e parë në fakt, kështu që jam edhe kurioz për ta shikuar si funksionon në fakt. Edhe faleminderit që më ftove. Faleminderit ty. Spacat nuk është që kanë ndonjë gjë kështu të jashtëzakonshme, vetë janë një hapësirë që është jashtëzakonisht e lirë dhe ku neve kemi gjetur mundësi që të flasim gjëra që media mainstream, le të themi kështu, nuk përpiqet që t'i shmangë ose i trajton shumë sipërfaqësisht. Këtu duke qenë se të gjithë secili prej nesh ka kohën e Perëndis, e trajton me qetësi edhe gjithashtu zakonisht në spacat tanë marrin pjesë njerëz nga profesione dhe backgrounde të ndryshme dhe pse jo edhe bindje të ndryshme, ndonjëherë debatet janë të forta edhe opinionet mund të jenë edhe pak tronditse, por është gjithmonë mirë që të dëgjosh diçka ndryshe dhe të jesh në gjendje që të përballesh në fund të ditës edhe me mendime ndryshe. Për të gjithë ata që nuk të njohin, sidomos që Space-in më pas ne do ta editojmë edhe do ta nxjerrim, mund të bësh një intro të shkurtër të vetes tënde? Patjetër, përshëndetje që të gjithëve atëherë. Unë jam Altin Aziza, jam drejtori i Qendra për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, që është organizata më e vjetër për fëmijët dhe për të rinjt, për të drejtat e fëmijëve dhe për të rinjve. Është hapur në vitin 1987 gjatë krizës, do thosha mbase një ndër kriza më të tmerrshme që ka kaluar Shqipëria, që është ajo e vitit 97. Për ndryshe në CRCA ose shkurt në gjatë ne themi që për fëmijë, shkurt është CRCA, është një organizat që pa diskutim ka ndikim thosha në gjitha aspektet kryesore në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, dhe pa diskutim një ndër temat që ne ndjekim me shumë vëmendje është edhe çështja e fëmijëve të pashoqëruar, të humbur, të rëmbyer apo të zhdukur, domethënë sepse sigurisht janë shumë çështje që përfshihen. Po në këtë kuadër në fakt ne tashmë bëhet 5 vjet që jemi fokusuar në fakt përpjekjet më të mëdha të organizatës në drejtim të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna seksuale dhe me fokus të veçantë sigurisht pasaj me dhe mbështetjen me të gjitha shërbimet e këtyre fëmijëve për të kaluar traumën dhe për të ridërtuar jetën e tyre. Të falenderoj. Ndërkohë që doja të na bëj një ndarje mes dy terminologjive që the më përpara, të rëmbyer edhe të zhdukur. Pasi nuk janë e njëjta gjë edhe pse përdoren ndonjëherë dora dorës me njëra tjetrën. Pra, konkretisht për shembull, përpara sa të hyjmë në temën e ditës për fëmijët që janë zhdukur ose rëmbyer, nuk e di cili do të ishte termi dur që dhe neve duhet që t'i referohemi konkretisht çështjes në angli që jemi duke folur. Në fakt edhe në gjuhën angleze, po edhe në gjuhën shqipe, shpesh termat ngatrohen dhe nga ana tjetër, për të thënë të drejtën, duke qenë që këta janë fëmijë, adoleshent, njerëz të cilët ne nuk e dim se çka ka ndodhur në të vërtetë, pa diskutim kemi ndonjëherë edhe një miksim të termave. Ka një term të përgjithshëm që në fakt përdoret dhe që në aspektin, le themi, paktën në nivel ndërkombëtar ka një lloj agreement, një lloj pranueshmërie që mund të jetë një ndër temat që përdoret, që mund të jetë ajo që ne i themi pra fëmijë të humbur. Sepse në fakt këta fëmijë nuk dihet se ku janë, nuk janë pranë familjeve të tyre dhe ajo që termi i dur në këtë rast pra mund të jetë fëmijë të humbur. Nga ana tjetër, sigurisht po të lexojmë konventa ndërkombëtare, sidomos UN-i për shembull, përdoret termi të zhdukur, sepse në fakt nuk dihet çfarë ka ndodhur me këta fëmijë, pra janë fëmijë që le themi janë të gjallë, ka vdekur, janë të gjallë dhe po shfrytëzohen pra ose po ndodh diçka me ta, apo janë fëmijë që mund të jenë të kontrabanduar, pse e thash ka shumë fjalë që përdoren, dhe që mbase nga këto kampe
që janë larguar pra nga ku mund të jetë zhdukur ose ku kanë humbur. Një shkak mund të jetë edhe fakti që ata kanë dashur të vinë në Britani sepse ka një familjar, ka një familje, ka një të afërm që mund kujdeset për ta. Pra, sidoqoftë, personalisht ndonë se jam një person që merre me termat, me terminologjinë, me përkufizimet, duke qenë që vi nga jurisprudenca, jam vetë jurist, avokat. Përsëri mendoj që nuk është me vlerë aq dhe themi emrat apo për emrat apo çfarë do lloj terminologjie që përdorim, se sa në fakt ka rëndësi që të kuptojmë e para fenomenin dhe e dyta të dim ose të përpiqemi të dim ku janë këta fëmijë. Okej, të falenderoj dhe të kërkoj ndjes se doja që ta saktësoja që në fillim, pasi është një temë jashtëzakonisht e ndjeshme, kjo që ne do të diskutojmë sot, edhe doja që të isha e sigurt që isha politikisht në rregull me terminologjinë. Të njëjtin diskutim kemi në Shqipëri edhe ditën e fundit, sepse edhe në Shqipëri ka ndodhur një ngjarje të tillë. Sigurisht nuk ka ndodhur me një numër kaq të madh të fëmijëve, me numër më të vogël. Por përsëri fjala që u përdor është fjala fëmijë të zhdukur dhe patëm një diskutim me disa përfaqësues të qeverisë, të cilët na morën telefon për ta kritikuar le të themi, në thonjza, ishte telefonat miqësore, në këtë sens që shikose mbase këta nuk janë fëmijë të zhdukur. Në fakt, teknologjia na shpihet drejt përdorimit të kësaj fjale, edhe në anglisht se thash është disappearing, ose disappeared, pra njerëz që fëmijë, individ, pra që nuk janë në vendin ku supozohet që janë, me apo pa familje, pastaj kjo nuk ka më rëndësi sepse diheshej që këta fëmijë ishin të pashoqëruar. Okej, ndërkohë që për të hyrë në temë, përpara kësaj Ilir, do të lutesha që ta ulje dorën të prisje pak, se do përfundojmë një herë intron edhe hyrjen në temë dhe më pas do i japim fjalën të gjithëve. Po lexoj shkurtimisht vetëm pak një, domethënë tekst të shkurtër që kam lexuar nga lajmet përgjatë këtyre ditëve dhe informacionet që kemi marrë, është që disa ditë më parë ministri i punëve të brendshme të Britanisë së Madhe, Simon Murray, bëri një deklaratë ronditse në dhomën e Lordëve ku tha se deri tani janë zhdukur 200 fëmijë azilkërkues. Dhe pjesa dërmuese e tyre, pra 88%, ose ndryshe përkthyer në shifra 176 fëmijë, janë shqiptar. Tani, ky lajm, i cili më pas nuk u përcoll, le të themi kështu, me një thellim të mëtejshëm, pasi ne do kishim dashur të dinim më shumë detaje mbi mënyrën se si janë zhdukur, ose të paktën mbi hetimin që po mbahet dhe sa dihet për të. Unë do doja ta nisa direkt me pyetjen e fundit, është përmes kujt e keni marrë vesh këtë informacion, konkretisht ju si një ndër organizatat më të vjetra që angazhohet në këtë drejtim? Në fakt informacioni për të paktën për ne është marrë nga disa burime, domethënë për te burimeve mediatike. Ne kemi një organizatë si Motor që punon në Britani, është britanike, që quhet ECPAT UK, domethënë ose ECPAT, zyra e ECPAT-it për Mbretërinë e Bashkuar. Dhe shqetësimi në fakt ka qenë i dyfish nga natyra, edhe për faktin sepse në fakt bëhet brenda një muaji bëhen 2 raste të fëmijëve, e para të pashoqëruar në Britani, e dyta sidomos pra në një numër të lartë të fëmijëve shqiptar, të cilët janë zhdukur, pra nuk dihet se ku janë larguar nga këto mjedise ku supozohet që duhet jenë. Dhe bësh fjalë, nuk mund ta citoj në këtë moment të saktë, më dha atë council që bësh fjalë, dhe ishin prafërsisht 30 e ca fëmijë nga Shqipëria, të cilët rezultonin që në një hapësirë kohore të caktuar, pra nuk ishin në qendrën sociale të kësaj njësie bashkiake, le të themi në Britani. Dhe 2 javë, 3 javë më pas, ka dalë historia që sapo e përmendëm, pra ku vjen nga raportimi pra i ministrit, i cili ka thënë që janë 400 fëmijë në total, pra fëmijë të pashoqëruar, të cilët janë shumica e tyre pra ishin vendosur në hotele, dhe të cilët pra gjysmë e tyre nuk gjenden, dhe këtu është bërë pasaj edhe shtesa që thuajse pra 88% e tyre, ose sqarimi që 88% e tyre vinin nga Shqipëria ose kishin origjinë shqiptare.
Dhe A në Altin, fakt, për çfarë po, moshe jemi duke folur? Pra këta fëmijë çfarë moshe kanë? Dhe pyetja e dytë, si ishte mundur që të kenë arritur që të kalojnë jo mos largu kufirin shqiptar të pashoqëruar dhe çfarë do të thotë eksaktësisht pashoqëruar? Do të thënë jo, pa në fakt, prindrit në këtë rast? termi fëmijë të pashoqëruar përdoret për fëmijë pra të cilët nuk janë të shoqëruar nga një person që mund të jetë qoftë kujdestari ligjor, qoftë prindi, ose një person i afërm, por që familja pra e ka lënë në dorëzim në mënyrë të ligjshme në dorë në kujdes të këtij personi. Um, është një fenomen i njohur pan-europian, pan-botror, dhe kuptohet që pa diskutim dhe më prek ato vende ku vërtet ka e para luftra, Shqipëria nuk është në këtë gjendje kuptohet, ose pasaj kuptohet ka kriza politike ose civile të cilat ndikojnë në le të themi mos qëndrueshmëri ose në faktin ku njerëzit duan të largohen se nuk ndjehen të sigurt në vendin e tyre. Ajo çfarë vlen të theksohet në rastin konkret është që për sa i përket moshës, në fakt nuk ende nuk kanë bërë publike detajet të sakta, pra që kujt moshë i përkasin këta 200 fëmijë në total, pa haruar dhe fëmijët e tjerë tuaj, po 188 nga Shqipëria. Pra janë të dhëna që do duhet Ministria e Brendshme Britanike dhe autoritetet britanike ti analizojnë, ti publikojnë, sepse ka interes publiku në fakt për këtë çështje. Dhe e dyta, pa diskutim, ata fëmijë do thotë që pavarësisht se janë në Shqipëri dhe janë nën kujdesin sigurin apo supozohet që janë nën kujdesin mbrojtjen e Ministrisë së Brendshme britanike dhe autoritetet britanike, kjo nuk do të thotë që Shqipëria ka humbur, le themi, të drejtën për të mos kërkuar informacion apo për të mos u kujdesur për këta fëmijë. Pra, pavarësisht vendosjes së tyre, shteti nga ata vin, shteti i origjinës ka po aq të drejta dhe përgjegjësi për ta, domethënë, saç ka edhe shteti britanik në rastin konkret. Çfarë Më shikohet? konkretisht ndjes, më konkretisht Jo, mund të na thuash çfarë është bërë deri tani të paktën nga ana e shtetit shqiptar, se ju besoj asgjë, jeni në dijen. asgjë, sa do e thosha. Më thënë për tej diskutimeve do thosha që mbrapa pas dyreve të mbyllura, pra që ka pasur midis autoriteteve shqiptare dhe atyre britanike, në fakt edhe nga disa kërkesa paraprake apo edhe raporte në media, nuk duket se dikush e ka vënë, do thosha, dorën në zjarr, domethënë për fatin e këtyre fëmijëve, të paktën në anën e Shqipërisë. Ajo çfarë për herë të parë më ka bërë përshtypje është që për te autoriteteve të cilat unë e kuptoj që mund të jenë të lodhura me shumë probleme që ka Shqipëria dhe mbase ky duket diçka që shikoj se është përgjegjësi e shtetit britanik para se të jetë shteti shqiptar. Më bëri përshtypje në fakt edhe neglizhenca e shoqërisë civile në Shqipëri, krahasuar me atë britanike. Pra sapo doli lajmi në Britani, mos gaboj brenda 2-3 ditëve, ka pasur një deklarat nga 100 mbi 100 në fakt organizata britanike, të cilat kanë kërkuar përgjegjësi nga ana autoriteteve britanike, kanë kërkuar gjetjen e këtyre fëmijëve, pra ku janë dhe si është e mundur që ata kanë qenë në mbrojtjen e autoriteteve britanike dhe ndërkohë janë rëmbyer, janë përdorur për qëllime nga më të mbrapshtat, siç është deklaruar, dhe ndërkohë shteti britanik ka bërë, ose më saktë, nuk është kujdesur për ta. Ndërkohë që pra kemi këtë reagim. Para se të shkosh aty, për shembull, mes nesh një prej dëgjuesve po më pyeste dhe po më thoshte që po nga e dim ne që për shembull këta nuk mund thjesht të jenë larguar prej atyre qendrave të strehimit që mund të jenë strehimore ose mund të jenë hotele, bujtina. Pra dhe të jenë larguar drejt vendeve të ndryshme ku mund të kenë familjar që i presin. Do të thënë, çfarë i bën ata të zhdukur, po le të themi kështu përveç sepse askush, shiko, i bën të zhdukur fakti që askush nuk e di se ku janë ata fëmijë. Pra, në qoftë se qeveria britanike, autoritetet britanike dhe kushdo që është përgjegjës për kujdesin e këtyre fëmijëve, sepse janë disa institucione në Britani në fakt që kujdesen,
më kryesor kuptohet ka të bëjë me autoritetet që kanë të bëjnë me kufirin dhe pastaj kuptohet me azilin e tjerë. Çfarë të bën përshtypje është që ka mungesë të theksuar informacioni dhe mbi të gjitha për te mungesë informacionit. Autoritetet britanike sot nuk janë në gjendje të japin një përgjigje që po, në 188 fëmijë shqiptar kanë hyrë në ilegale apo në parregull në Britani, kanë kërkuar azil ose kanë qenë duke kryer procedurat e azilit, janë vendosur në këto hotele dhe ndërkohë këta fëmijë janë larguar, por ndërkohë janë vendosur pranë një nëne, babai, xhaje, teze, çon si ka, pra një të afërmi. Askush nuk është sot në gjendje ta thotë ku janë këta fëmijë. Besoj duhet që ju t'i referoheni një precedencë, pra cila kanë qenë precedencat e mëparshme, a ka pas raste ku janë trafikuar, ku janë vendosur ndjeni autoritetet britanike për raste të fëmijëve që janë trafikuar, që janë marrë nga këto bujtina ose qendra sërrimore? Ka dy fakte që ushqejnë dhe që japin përgjigje pyetjes suaje. Para, të gjitha, të paktën nga deklarimet që janë marrë deri tani nga pronarët e hoteleve ose bujtinave, sido që t'i quajmë, një pjesë e tyre kanë deklaruar që fëmijët, sidomos fëmijët vajza, ka patur raste të rëmbimeve të tyre, dhe këto janë të deklaruara, ose për fëmijë të tjerë për shkak ka patur raste që janë marrë, janë përdorur për qëllime, le të themi, nga më të ndryshmet, kuptohet të palishme dhe më pas janë kthyer. Tani, mundësia, çfarë shikojmë neve nga fenomeni afatgjat, pra nëse bëjmë një analizë fenomenit në kozgjatje, pra në Britani. Shumica e personave që vinë nga Shqipëria, daç të rritur, daç fëmijë, përgjithsisht udhtojnë drejt Britanisë sepse kanë një lidhje familjare ose një lidhje të pretenduar familjare që mbasi jo gjithmonë rezulton e suksesshme. Sepse ajo që kemi vënë në rastin e fëmijëve dhe nuk është raportimi i parë për fëmijë nga Shqipëria që bëhet në Bretërinë e Bashkuar, ka të paktën mbi 12 vjet, për mos thënë më gjatë, që Britania çdo vit bën një raport për sa i përket situatës së kriminalitetit ndër të tjera ku flitet për trafikimin e qenëve njerëzore, dhe pjesë e këtij raporti në fakt janë të dhënat që kanë të bëjnë me identifikimin e fëmijëve të pashoqëruar, si dhe të rriturve për atë qëllim, dhe të paktën sipas standardeve ndërkombëtare për kufizimin ndërkombëtar, dyshimet e tyre kanë qenë gjithmonë që nga çfarë do lloj numri dhe përgjithsisht kanë qenë diku tek afërsisht 3.000, 4.000 persona nga Shqipëria që hyrin në Britani, kanë qenë minimumi 200 në vit, flasim gjithmonë 200 fëmijë nga Shqipëria që hynin pra dhe kërkonin azil, po vinin në mënyrë parregullt në Britani. Nga të cilët Britania gjithmonë thoshte që ne besojmë që në masën më të madhe, pa e llogaritur do thosha me një numër të saktë, por në masën më të madhe këta fëmijë janë viktima të trafikimit apo të shfrytëzimit. Vetëm një pjesë e vogël e tyre janë të kontrabanduar, pra kalojnë kufirin, vinë në Britani sepse kanë një familjar që i pret. Pra pjesa më e madhe këtyre fëmijëve vinë të mashtruar, do thosha, ose të gënjur, duke menduar që do të gjenë një jetë më të mirë në Britani, do të gjenë një punë, do të gjenë një shkollë më të mirë, ndërkohë që në fakt autoritetet britanike thonë që me fakte shumica e vajzave përfundojnë në prostitucion dhe të cilat më pas merren pasaj në mbrojtje nga autoritetet britanike, një pjesë e tyre janë të kthyer në Shqipëri, ku mbushin moshën 18 vjeç, ndërkohë që kanë gjetur dhe vazhdojnë të raportojnë raste të fëmijëve djem, të cilët mbahen në sklavëri. Në një vend për shembull, mos gaboj, kanë qenë në një lavazh rreth 20 djem shqiptar të vegjël, fëmijë të vegjël, nuk ishin adoleshent, të cilët përdoreshin nga pronari i lavazhit që ishte poshtë shqiptar për të larë makinat dhe ndërkohë për te premtime i do i paguante, do i bënte, i mbante në një mjedis të vetëm që të gjithë
ju jepte një ushqim sa për t'i mbajtur gjallë dhe asgjë tjetër, as rrogë, as pagesë, as kujdes, as shkolla nuk bëhet fjalë. Më thonë, çfarë vlen të diskutohet, them është fakti që krimi organizuar shqipfolës në Britani, pra, ka ndërtuar, të paktën në bindjen tonë, ka ndërtuar rrugë dhe ka gjetur rrugë pra të evidentimit të këtyre fëmijëve që në Shqipëri, kalimit të tyre pasaj në vende tranzit siç mund të jenë vendet e Bashkimit Evropian ku ne si shqiptar kalojmë pa vizë, pra dhe pasaj ka kalimit të tyre për në vendet për në Britaninë e Madhe, përpara ka qenë standard në fakt me mauna, pra makinat të mëdha, transportin, ndërsa tani ka kaluar me këto gomonet që sigurisht më thënë e ka rritur numrin e atyre që transportohen emigrantë që transportohen në numër të madh të Britani. Dy gjëra që ndoshta do të mund të bënte qeveria shqiptare në këtë rast, a nuk do të ishte s'pari identifikimi i familjarëve, të cilët besoj se duhet që të mbajnë një edhe përgjegjësi penale për faktin që fëmijët e tyre nuk janë në çatinë e tyre konkretisht, por edhe mbi të gjitha janë larguar prej territorit të Shqipërisë pa aprovimin e tyre ose i kanë lënë më saktë që të largohen. Nuk kanë bërë as edhe një tentativë, të paktën keni dieni që të jetë bërë një tentativë për të kontaktuar me familjarët e atyre fëmijëve apo qoftë edhe për të rënë në gjurmët e të gjithë grupeve trafikantëve. Ndërkohë përpara sa të më kthesh përgjigje, një nga arsyet pse vendosa që ta bëja këtë diskutim është se përpara disa ditësh dëgjova që në një nga hapësirat nga strehimoret e Tiranës janë paraqitur disa vajza ose një, nuk e di eksaktësisht numrin, të cilët në fakt vinin pikërisht nga Britania e Madhe dhe që kanë qenë nën moshë. Edhe kam përshtypjen që pikërisht kjo arsye ka qenë që më ka shtyr edhe më shumë ta besoj që nuk ka qenë thjesht një nga lajmet, le të themi, bombastike të The Sun, mbi të gjitha që nuk ka ardhur nga The Sun, por ka ardhur nga burime shtetërore të besueshme, pra nuk është thjesht ka ardhur nga burime zyrtare. Vetëm të atë, a ke informacion të paktën të ndonjë lëvizje sado të vogël që mund të bëhet për të rënë në gjurmët qoftë fëmijëve, qoftë trafikantëve? Deri në javën që flasëm, pra javën e kaluar, edhe këtë javë, ne nuk dim të kënë ndodhur gjë. Ne jemi duke munduar në rastin konkret, me thënë të drejtën, edhe për ndërtuar pak një dialog me Ministrinë e Brendshme në Shqipëri, sepse janë ata autoriteti që komunikon me Home Office, pra me Ministrinë e Brendshme në Britani. Deri tani nga të dyja shtetet, dhe kjo duhet thëmë pra, edhe në Shqipëri, edhe në Britani, nuk ka as edhe një lloj informacioni publik, pra kush janë këta fëmijë, nga vinë, cila është mosha e tyre, dhe sigurisht pasaj qoftë edhe një hamendësi, do të thonë që sa prej tyre mbase mund të kenë patur familjar në Britani, që mund të krijojë një lloj garancie që shiko, nga këta 188 nuk janë që të gjithë 188 që po trafikohen apo po shfrytëzohen për qëllime seksuale apo për sklavëri, për në punë të zezë të tjerë, por janë një pjesë e tyre mund të jenë të indekruar dhe mund të jenë duke ndjekur mbase shkollën në Britani. Askush nuk e di këtë gjë. Dhe është kjo lloj, do thosha, mungesë informacioni nga ana autoriteteve të dyja krave, nuk është vetëm njëri, që na bën çon dyshime, por nga ana tjetër unë besoj që në nivelin e komunikimit midis dy ministrive, mbase ka informacion të klasifikuar që ata janë duke diskutuar me njëri tjetrin, por që nuk janë gati ta ndajnë me, le të themi, publikun e gjerë, qoftë edhe ne si organizata. Ambasada shqiptare në Britani në rast konkret nuk ka reaguar, gjë që edhe kjo bën përshtypje, apo qoftë edhe ambasada britanike në Tiranë për atë punë që përgjithsisht ata janë dhe më aktive dhe le të themi sigurisht ka një sens edhe kritik për sa i përket fenomeneve të tilla, duke mos harruar faktin që Britania investon në Shqipëri fonde të mëdha për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Kështu që ka shumë dilema për momentin, të cilat unë shpresoj që të paktën javën e ardhshme ose në javën e vazhdim të kemi pak më shumë informacion,
Ose pasaj sigurisht është detyra jonë si organizata jo qeveritare, po dhe si individ, njerëz të angazhuar, aktivistë që të kërkojnë informacion dhe kërkojnë llogari çfarë ndodh me këta fëmijë. Dhe jo vetëm me këta, sepse është raportohet edhe për vitin e fundit, ndërkohë që Britania ka një fluks emigrantëve shqiptar të ligjshëm pa ligjshëm prej shumë vitesh tashmë, kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për kaq fëmijë. Jashtëzakonisht e trisht është kjo që po më thua, po të paktën një që pozitive që mund të dali, mund të bësh një thirrje ndoshta publike edhe aktivistëve dhe shqiptarëve, janë shumë shqiptarë cilët jetojnë në Britaninë e Madhe, si munden që të ndihmojnë qoftë organizatën tuaj në iniciativën që keni ndërmarrë, qoftë edhe mbi të gjitha shtetin shqiptar për të kthyer pas dhe për t'i vendosur sërish pranë familjeve këta fëmijë. Që pa diskutim, më thënë, unë mund të bëj jo thjesht një thirrje, po një ftesë çdo shqiptari, po kujdo në Britani për atë, se nuk është një çështje shqiptare ose e fëmijëve shqiptar, por çdo personi në Britani që e para të kërkojë llogari nga gjë me thjesht deputeti i qytetit ose i zonës suaj. Sepse kuptohet që çështja ka vajt në Parlamentin Britanik, aty ka pasur diskutime dhe vazhdon edhe të ketë diskutime në Parlamentin Britanik për sa i përket kësaj çështje. E dyta, për te deputetëve që mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të çuar pra këto diskutime, çdo person që jeton në Britani ka të drejtën të bëjë një mocion ose një peticion për sa i përket fatit të këtyre fëmijëve pra në Britani. Si për në parlament pra mund të bëjë këtë peticion, ashtu edhe ndaj qeverisë. Çfarë duhet të ndodhë, dhe kjo mund të jetë e treta, është që Ministria e Brendshme, e cila, më thënë, unë nuk e di nëse bëri gabimisht deklaratën apo e bëri me të vërtet, po thaj që na kanë pushtuar shqiptarët, mendoj që përpara asaj deklarate duhet të dalë të jap llogari pse këta fëmijë dhe shumë të tjerë janë zhdukur, kanë humbur, nuk dihet ku janë. Pra ajo duhet jap llogari për këtë gjë, sepse është ajo zyrtarja përgjegjëse dhe më mirë se mund ta bëjnë qytetarët e thjesht, më mirë se mund ta bëjë Parlamenti Britanik këtë çështje, nuk mendoj se ka mund ta bëj kush tjetër. Nga ana tjetër, se thash, shoqëria civile britanik ka reaguar, ndaj e kam një ftesë për gjithë bashkëtatarët në Britani. Bëni presion qeverisë shqiptare se nëse në Britani sapo doli fakti parlamenti funksionoi, nisi deklaronte ministri, u thini interpelancë, bëri deklarimet ato që bëri. Shoqëria civile në Britani e tregoi që është bashku, bën 100 organizata, ndërsa në Shqipëri qeveria s'ka reaguar sikur këta fëmijë të mos ekzistojnë fare, shoqëria civile s'ka reaguar hiq zërin ton, po ne jemi një organizatë në fund të ditës, por shoqëria civile, pra i themi në një grup të madh, nuk ka reaguar. Pra, t'i bëjnë një thirrje kësaj shoqërie, këtyre njerëzve, që të çohen, të çojnë zërin dhe kërkojnë llogari pra në Shqipëri, në parlament, në qeveri, në media, kudo munden, ku janë këta fëmijë. Dhe nga ana tjetër, unë them do kishte shumë vlerë pozitive që sidomos për juve që jetoni në Britani, kushdo që jeton në Britani, t'ia bëni të qartë familjeve shqiptare që kjo lloj ardhje, këto lloj kalimesh, të cilat duket sigurisht, po e them thonjza gjë më normale, në fakt janë gjëja më rrezikshme për fëmijët. Nuk mundet një fëmijë të kaloj sikur s'ka ndodhur asgjë, të kaloj La Manchin, me një gomone, ndërkohë që çdo gjë mund të ndodhë. Sidomos tani në dimër, ose në verë mund ta kuptoj që mbase mund të jetë pak më ndryshe. Po një fëmijë që vjen në mënyrë të palishme në Britani, e ka shumë të vështirë të integrohet, dhe do të thënë mundësia që të përfundojë i frytëzuar seksualisht në sklavëri për puna, për çdo gjë tjetër të palishme,
është shumë herë më e madhe se sa ai suksesi që ndonjëherë mendojnë prindrit që po e dërgoj ilegalisht në Britani dhe t'ja dalë mban aty domethënë të gjej një punë ose të gjej një shkollë dhe të bëhet i aftë. Nuk ja del dot një fëmijë kështu, domethënë, dhe kjo i duhet bërë qartë familjes shqiptare që dërgojnë fëmijët vetëm fare dhe pastaj fëmijët përfundojnë që të kalojnë një histori të tmerrshme, thonë familjet shqiptare së pari do duhet që të mbajnë përgjegjësi penale për Jam shumë dakord, por nuk ekziston një sistem, i tillë që t'i kërkojë llogari familjes shqiptare se ku është fëmia e tyre. Dhe duhet ndërtuar një sistem i tillë. Vetëm pak para se ta fillojmë atë diskutim do t'ja japja pak fjalën Pleonit, që është një djalë në fakt i nderuar pjesëtar i diasporës shqiptare, edhe ndaj me të shumë shpesh këto hapësira të spacave, do kisha dëshirë që ta dëgjonim edhe mendimin e tij. Faleminderit Alisa për fjalët e mira. Faleminderit zot Altin Aziza që jeni këtu me ne sot. Unë në fakt nuk kisha shumë gjëra për të shtuar, po nga ana tjetër kam disa pyetje dhe po mundohem ti ndaj në pjesa më të shkurtra që të kuptojmë dhe edhe pak sensin pas çdo gjëje. Mendoni se nga qeveria britanike, edhe jo nga shoqatat, as nga publiku, por nga qeveria vet, duke u nisur nga ajo rryma që le të themi nuk ishte pozitive, domethënë disa thanë që jo ishte në klapa të mëdha dhe ishte përgjithësuese, por në fakt historia në shumë vende të botës, si këtu në Gjermani, e ka treguar që ato lloj deklaratash nuk e kanë sensin e mirë nga mbrapa. Mendon se kjo lloj qeverie me këtë lloj fryme që sjell rreth emigracionit nuk e ka vullnetin për ta zgjidhur këtë çështje? Bleon, falenderoj, në fakt ke bërë një pyetje vërtet shumë interesante. Është pak e vështirë të analizosh qëndrimet të paktën lidhje me fëmijët, do thënë, unë e kuptoj që reagimi që ka patur ministra e Brendshme dhe më pas edhe një nga mos gaboj ministrat e saj, zyrtarët e njës ministri, janë reagime që nxisin pa diskutim ksenofobin, urrejtjen, dhe nuk janë në fakt as në këtë klasin le themi e vetë britanikëve, që janë shumë herë më të hapur dhe shumë herë më exigjent edhe më të ndërgjegjësuar për sa i përket le themi të drejtave të qytetarëve që vinë aty ose viktima të trafikimit ose vinë sepse janë vërtet të zhgënjur nga vendi i tyre. Këtu ka të bëj pak edhe politika, duke qenë një parti e djathtë, një parti që do të thosha ka ardhur në pushtet me program ndër të tjera për të luftuar haptazi atë që ata e konsiderojnë pra emigracion e paligjshëm dhe që ndërkohë nuk është se kanë patur sukses. Mendoj që ky lloj presioni që rritet për zhgënjimin ndaj tyre, pa diskutim pastaj prodhon edhe më shumë ksenofobi, prodhon edhe më shumë urrejtje, prodhon edhe më shumë do thosha neglizhencë nga ana e autoriteteve, sidomos në nivelin politik. Bindja jon, unë e kam bërë të qartë, e kam thënë edhe për gazetat britanike, edhe për gazetat në fakt në Austri, jo në Gjermani, të cilat kanë shkruar artikuj për këtë ngjarje, edhe kuptohet pasaj në Ballkan, e kam thënë shumë qartë që ne kemi dyshime serioze që kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të paragjykimeve që kanë ndaj shqiptarëve qeveria britanike, sidomos Ministria e Brendshme, dhe ajo e ka thënë publikisht qëndrimin e saj, zoja në fjalë, domethënë ministrja. Tani, unë do desha të besoja që ajo është vetëm një person dhe nuk përfaqëson të gjithë qëndrimin e britanikëve ose qëndrimin e Britanisë. Sidoqoftë, jemi përpara një realiteti shumë të hidhur, kështu që nuk do më bënte surprizë, më beso Bleon që kjo gjë, pra kjo humbje, ky moskujdes, kjo neglizhencë e autoriteteve, të jetë e lidhur edhe me faktin që këta janë shqiptarë, vinë këtu me mira, s'na bëhet vonë, ç'a do të ndodhë me ta, nuk janë britanik, edhe hajde.
ka shumë autoritet në fakt që janë kur lodhen nga qëra në qeverisje, e humbasin sensin e njerëzillëkut pasaj, ose të detyrimeve që kanë përkundrejt qytetarëve, nuk ka rëndësi kush është origjina e tyre, sepse këto janë dhe detyrime ligjore në fund të ditës, pra nuk janë thjesht detyrime morale që ata i kanë përkundrejt fëmijëve. Pasi ju keni edhe një background ose përpasken juridike, do të bëja pyetjen në qoftë se ky problem nuk zgjidhet ose në qoftë se këta fëmijë nuk gjenden ose në qoftë se ne e konstatojmë këtë mungesën e vullnetit edhe vazhdon në përjetësi larg qoftë kjo zhdukja e fëmijëve, a ka ndonjë mënyrë ligjore, në ligj kombëtar, ndërkombëtar, apo nuk e di që mund të kërkohet mund t'i shtrohet ose një lloj procesi që mund të ngrihet kundër edhe vetë Mbretërisë së Bashkuar për këtë punë. Pa diskutim, domethënë ka një sër mjetesh në dispozicion, të cilat mund të përdoren në nivel ndërkombëtar dhe jam i sigurt që do të përdoren për këta fëmijë. Ajo që unë shikoj me shqetësim këtu është që përgjithsisht do thosha komuniteti shqiptar nuk është i organizuar në mënyrë të tillë që të përdor për aksesin që jepet për organizatat qeveritare në le themi në OKB. Dhe OKB ka dy zyra kryesore që mund të ndiqen çështje të tilla, është ajo në New York, është edhe ajo në Gjenevë. Në fakt zyra e Gjenevës është më afër dhe kujdeset më shumë për fëmijët. Keni parasysh që të gjitha shtetet, sidomos shtetet demokratike si Britania, raportojnë një herë në 4 ose në 5 vjet në një sër institucionesh të OKB-s në lidhje me gjendjen e të drejtave të fëmijëve, të drejtave të grave, apo edhe për sa i përket për shembull çështjes së azilantëve, gjendjes së tyre e të tjerë. Dhe po ashtu që mos dhe këtu mund të kishte një reagim nga ana e, do thosha, e komunitetit shqiptar në Britani për shembull, është dhe fakti që ka po brenda zyrës së Kombit Bashkuar pra OKB-s ka 2 raporter special që quhen. Njëri ka të bëj me atë që konsiderohet pra përdorimi i fëmijëve për sa i përket në shfrytëzim seksual, trafikim e të tjerë, dhe një tjetër ka të bëj me atë që konsiderohet zhdukja e pashpjegueshme, është për të gjithë njerëzit, pra nuk është vetëm për fëmijët, po që pa diskutim rasti konkret i plotëson këto kritere pra të zhdukjes së këtyre fëmijëve. Dhe rekomandimi im do të ishte që në fakt shoqatat adetare, shoqatat që komuniteti shqiptar ka në Britani, të vijë në kontakt me këto institucione. Unë i kam kontakte tyre, mund t'ja vej dikujt në dispozicion ose disave, kush mund t'jetë interesuar, në mënyrë që të bëjnë ankesa në emër të kuptohet komunitetit ose shoqatës, një apo disa shoqatave, ose është tjetër një, që janë në Britani të regjistruara dhe që kanë të drejtë pa diskutim të ankohen. Me përfundimin e këtij space, ne do flasim sërish bashkë në privat dhe do kisha shumë qejf që të merja të shpërndanim bashkë me co-hostin edhe të tjerë këtu miq tanë të cilët janë të interesuar për këtë çështje. Ndërkohë doja t'ja jepja pak fjalën Ilirit, i cili dhe ai është një shqiptar. Alita, më fal një sekond, më kam diçka edhe një pyetje tjetër shumë të vogël, më fal Ilir, se pastaj do ta hapim edhe bisedën për gjithë. Ne dim që fëmijët janë edhe një çik me imagjinat më të zhdërvjellët. Sa më të rinj të jenë, domethënë, dhe mendoj se mund të shkoj dikujt nga këto fëmijë të humbur ose të zhdukur ose të rëmbyer mendja që të ndërmarrë diçka edhe vetë për t'i shpëtuar një situatë që është kundër dëshirës tyre. Ka mundësi që këta fëmijë të kontaktojnë direkt autoritetet shqiptare dhe nga Anglia dhe nëse ka, cilat janë? Po, pa diskutim që ka. Do të ishte në fakt një lajm i mirë sikur këta fëmijë të kontaktojnë, dhe nuk është të thënë kontaktojnë as autoritetet në Shqipëri, ata fëmijë mund të kontaktojnë pa diskutim zyrën tonë, në qoftë se shkojnë në faqen e organizatës son, mjafton të shtypësh cërca.al,
me njëherë si hapet faqja, hapet edhe një chat I cili është tërësisht anonim, sigurisht nëse do që ti mos jesh anonim është e drejta juaj pastaj, e kujdo. Dhe aty mund të lihen kontakte, mund të lihen mesazhe dhe ne mund t'i ndajmë ato edhe me familjet e këtyre fëmijëve, sepse mbase ata nuk duan që të vendosen kontakt me autoritetet britanike për shkak të frikës së ndalimit e tjerë, po të paktën ta dim që këta fëmijë janë gjallë, janë mirë dhe që dikush është duke u kujdesur për ta. Kështu që unë them që mbase në këto detyrat që po thoshëm çfarë mund t'i kërkojmë komunitetit shqiptar në Britani në rastin konkret, mund të jetë dhe fakti që nëse din një fëmijë që ka qenë te ky, le themi, grupi 188 fëmijëve, ose një fëmijë që është deklaruar I humbur, por që në fakt nuk është I humbur, e ftoj të kontaktoj me neve menjëherë. Më thënë, I kemi të gjitha mjetet e duhura që t'i asistojnë fëmijët dhe t'i japim çdo mbështetje që I duhet dhënë atyre fëmijëve dhe familjeve. Domethënë, është ide shumë e mirë dhe falenderoj që vajti në mendje Blon. Faleminderit Altin, ndërkohë po ja jap fjalën Ilirit, I cili vetë jeton në Britaninë e Madhe, në mos u gabofsha. Po, vërtet. Mirëmbrëma, më dëgjoni? Po, të dëgjojmë. Po, jetoj në Angli për shumë vite. Altin, mirëmbrëma, tani po jap mendimin tim për këtë temë, pasi kam një eksperiencë goxha të gjatë me shoqatat jo qeveritare në Angli, gati më tepër se 10 vjeçare. Edhe njoh sistemin nga brenda, kështu që mendimet e mia do t'i jap duke njohur sistemin britanik nga brenda. Edhe mendoj se do jenë paksa të vlefshme. Ka disa informacione për këta fëmijë të zhdukur që janë publikuar, kryesisht në gazetat që këtu quhen si të majta, për shembull The Guardian. Nuk e di nëse ndjek The Guardian. Edhe disa nga informacionet që janë dhënë, për shembull që janë bërë publike, është se rreth 13 fëmijë janë nën moshën 16 vjeç, edhe një është vajzë, është femër. Nuk dihet, më thënë, kam pranuar publikisht që nuk e din ku ndodhen këta fëmijë, edhe arsye pse nuk e di, më thënë, është e vërtet që nuk e din. Që ti ngitet një pyetje shumë legjitime kur po flisi që si ka mundësi që nga ngritur shumë shoqata në Angli dhe është konsideruar një turp kombëtar, dhe është një turp kombëtar. Po përgjigja e tyre shumë e Ministrisë Home Office, Ministrisë të Brendshme këtu shumë më qenë që shiko se ne vërtet nuk e dim, nuk e kemi iden fare se ku ndodhen këta fëmijë që kanë ikur. Tani arsye pse fëmijët trafikohen, dhe unë mendoj se fjala trafikohet është goxha, trafiku I fëmijëve është një fjalë e dur, domethënë duhet ta thuash ashtu siç është trafik. Këtu në Angli përdoret shumë edhe, nuk e di se ke dëgjuar termin skllavëria moderne. Edhe mendoj se edhe kjo është një faktor I kësaj. Më thënë, nasionet janë paksa komplekse me fëmijët shqiptar. Më thënë, ka që janë të trafikuar në grupe kriminale, asnjë nuk diskutohet, sidomos ne kemi dëgjuar për to shtëpitë e barit e me radhë. Ato që këta njerëz, këta fëmijë, më thënë, adoleshent, ato trafikohen në Angli për të marrë me atë punë. Se është shumë e lehtë edhe dënimi është shumë I ulët se me që janë në moshë. Do thënë qëllimisht trafikohen për të gjë, me që janë në moshë. Ka të tjerë mendoj se një shumicë shumë e konsideroj që vinë në Angli marrin ato rreziqe që ti përshkrove me lloj mënyra të ndryshme, sepse duan t'i bashkohen familjes së tyre. Më thënë një nga arsyet është se këta fëmijë domethënë nuk marrin dot vizë që t'i bashkohen fëmijëve të tyre, prindërit të tyre. Shumë unë di njerëz, mendoj se edhe tjerë që jetojnë në Angli, edhe mendoj se ti ke dëgjuar që ka njerëz që jetojnë në Angli prej 20 apo 30 vitesh, ka lënë fëmijët 1 vjeç apo 2 vjeç kur kanë ikur, edhe tani kanë 16, 17, 19 vjeç. Edhe duan t'i marrin, por se pa mund ta bësh atë bashkim familjar. Kjo është një nga arsyet pse shohim shumë fëmijë. Arsyet e tjera mendoj se janë edhe kushtet shumë të këqija. Duhet të kuptosh se kur vinë këta fëmijë këtu në Angli, vendoset këtu rëndon nëpërmjet e quhen hotele, dhe ka shumë egzagerim me këtë fjalë hotele, por në përgjithësi janë ca karantina që unë I njoh shumë mirë se kam punuar me ato, janë disa ndërtesa, jetojnë, më thënë, në kushte shumë
jo të duhura. Sidomos për fëmijë, për ata që janë në moshë, janë në zona që janë shumë problematike, në zona shumë të varfra, kur aty janë pre shumë e lehtë, janë gjaj lehtë për grupet kriminale, për njerëzit. Kjo mendoj se është edhe një faktor. Plus edhe tjetra, mendoj se është edhe puna e zezë, më të shumë njerëz vinë, ata që janë adoleshent, deklarojnë 9 moshë, sepse e din që po thash shumë, s'do them janë 19-20 vjeç, do them 16-17 vjeç, që të mjetë mundësia që të shkojnë në hotel, o mund të ikit nesmen, takoj shokët e mi dhe punojnë në të zezë. Edhe kjo është një, ato arsyet pse këta fëmijë apo këta njerëz vinë, më thënë janë paksa komplekse, por shumë e vërtetë që ata jo vetëm që nuk e din për ajo home office, po edhe nuk kanë si ta dinë, unë mendoj se asnjë nuk kanë për të kthyer një përgjigje të saktë me këtë, sepse vërtet nuk e din ku ndodhen. Ne këto kemi të bëjmë për shembull Londra, qytet me 17 milion banor. Ku mund ta diej për shembull si mund ta ai të gjurmojë ata që kanë ikur. Problemi tjetër mendoj kryesor është, siç e përmend edhe ti, të dëgjova që ishte goxha i informuar për politikat në Angli e kështu, është kjo klima anti-emigrante që po kalon ky vend tani për tani. Nuk duan kupton, është diçka që kur pyet apo kur vizaton me njerëzit, edhe me njerëzit në rrugë, po edhe me politikarë, më shikoj çështja e këtyre azilantëve, njerëzve që vinë në Angli, kupton, sikur i egërson pak njerëzit. Edhe mendoj se këto problemet, një nga problemet më të mëdha se shoqatat angleze që punojnë me azilantët dhe punojnë me fëmijët, kjo është një nga pengesat kryesore të tyre, më thënë është klima politike dhe ajo sjellja e qevetarëve, sjellja arrogante, ajo kupton, nga një këta politikanë dalin nëpër ekrane bëjnë deklarata shumë të forta që mendoj se e dinë dhe vetë që kjo nuk është ajo që thotë, nuk është e duhura. Por i thonë këtë gjë për të kënaqur ato elektoratin e tyre. Dhe kur to shoqatat mundohen që të thonë shiko se këtu ka probleme që janë shumë më komplekse, këtu kemi të bëjmë me trafikun me fëmijëve, këtu kemi të gjë, gjithmonë kanë të murin përballë. Këtë diferencën edhe këtë gjë që shiko, po ne kemi fëmijë tanë këtu, anglezë që po vuajnë janë në varfëri, pse do të merremi ne me ata që vinë nga Shqipëria për shembull apo nga vendet e tjera. Po që është një turp kombëtar skandal, asnjë nuk diskutohet. Tjeta që folë edhe ti, më duket paksa e bishme që ka një farë indiferencë nga shoqatat në Shqipëri. Ne kam ndjekur këtë lajm për disa kohë edhe më duk pak e bishme në që asnjë lloj reagimi, asnjë lloj diçka, sikur të themi një fjalë, sikur të sensibilizojmë pak të publikun, opinionin në Shqipëri, të themi shiko se kjo ngjarje është e vërtetë, nuk është një trillim mediatik. Kjo ngjarje është e vërtetë, kjo ka ndodhur, këto janë kushte që këta fëmijë vinë në Angli, kështu shfrytëzohen, kështu trafikohen, kujdesni prindër, kujdesni edhe juve fëmijëve të rinj, plus që edhe qeveria mendoj se duhet të bëjë më shumë edhe kështu. Doja vetëm thjesht të pyesja ty, si e mendon ti nga ana jote, a do të vazhdoj kjo gjendje, a do të ketë më shumë raste të tilla? Ide të falenderoj edhe në fakt edhe për të gjithë të thosh këtë informacion që ndave, sepse është shumë i rëndësishëm. Dhe besoj e plotëson këtë historinë e shqetësimit që ne po ndajmë së bashku. Shiko, për sa i përket pyetjes, unë mendoj që për aq kohë sa kushtet në Shqipëri vazhdojnë të jenë po të njëjtat, pra ato kushte që zhgënjejnë njerëzit të vegjël të mëdhenj, ose i bëjnë fëmijët, adoleshentë të rinj që të ndjehen jo rahat në vendin e tyre, në qytetin e tyre, në shtetin e tyre. Unë mendoj që ky lloj do thosha lumi që rrjedh midis Shqipërisë edhe Britanisë, pra ky lumi njerëzor do vazhdoj akoma të vi. Mbase jo me të njëjtat ritme, sepse tashmë janë ndërtuar disa autoritetet të reja në Britani që kanë për qëllim të luftojnë në mënyrë tipike këto
më thënë gomonet, pra unë mendoj që mund të ketë një ulje të numrit, por nga ana tjetër nuk do më surprizonte fakti që do vazhdoj ajo ardhja e migrantëve gjithmonë me makina me trailers, më thënë me makina të mëdha, me mauna, siç ka ndodhur përpara. Në fakt, ambasadori britanik përpara mos gaboj 2 javësh e diçka e tillë thaj që Britania do e bëj më të lehtë, le të themi, kalimin e ligjshëm të shqiptarëve në Britani, pra që nuk ka nevojë të marrin gomonet njerëzit, të vrasin vetën apo të humbasin jetën për të ardhur në Britani ose për të bashkuar me familjen. Gjë që unë e mendoj se mund të ndodhë, por nuk mendoj se do ndodhë aq shpejt, pra nuk do të ishte kjo ajo valvula e zgjidhjes. Britania ka një sistem shumë arkaik dhe shumë rigid, do të thënë, e the dhe vetë, do të thënë, të ardhjes së njerëzve në mënyrë të ligjshme, qoftë edhe për punë. Britania po përballet me një krizë ku nuk ka njerëz që të krahasuar me vende punës në dispozicion. Më thënë mos gaboja në fund që kam lexuar diçka ka qenë janë 1.5 milion vende pune të pazëna në Britani. Dhe nga ana tjetër është absurditeti që ty të vinë njerëz në mënyrë ilegale dhe ti vendos po vazhdoj të përdor fjalën hotele, po jam shumë dakord që ato mund mos jenë fare hotele, po mund jenë një zoti di se çfarë. Dhe nga ana tjetër nuk intervistohen këta njerëz për të pyetur nëse kanë një profesion, nëse janë të aftë të bëjnë një punë dhe të punësohen aty ku ka vende pune të lira, ndërkohë që mund të vazhdojnë të ndjekin statusin për azilant e të tjerë. Më thonë, fakti që ata mund të hyjnë në punë të ligjshme, flasim, pra të rregulluar, dhe nga ana tjetër mund të kenë një status të përkohshëm, jo të përhershëm të azilantit, nuk e pengon Britaninë që të japë zgjidhje fenomenit. Por shtuar këtu pasaj me këtë kulturën ksenofobike, jo ndaj të huajve, do të thosh, apo ndaj migrantëve në tërësi, të një partie që është e njohur për qëndrimet e saj ndaj migrantëve, mendoj që në fakt shteti britanik, qeveria britanike, është duke vrarë veten, me thënë drejtën, ose s'ka fjalë tjetër. Kur thonë, është ajo shpreha që thonë ke gjuajtur vetën me qenë. është shumë e vërtetë. Janë disa absurditete, Ilir, domethënë që një person normal, siç jemi ne të dy, e mendojmë na duket logjikshme që të ndodh ABC, por ndërkohë sepse është politika brenda, ngatrojnë gjërat dhe kjo ABC-ja nuk ndodh asnjëherë. Përkundrazi, kthehet në një bumerang për një shtet të tërë dhe kthehet në një proces politik diçka që s'ka nevojë fare të jetë politike. Dhe kjo ka ndodhur në Britani. Që unë po bëhem pak si provokativ tani, edhe pjesa e mendimin tim, domethënë është kjo është e qëllishme, është politike, domethënë kultura kundra emigrantëve është politike dhe është e qëllishme, domethënë këta apo marrim rastin e fëmijëve. Këta fëmijë qëllimisht shtrohen në zona shumë të varfra, me kriminalitet shumë të lartë, në kushte shumë të këqija, domethënë ti duhet të ndash, domethënë imagjino tani ti je i 9-16 vjet për shkakun dhe kjo është, ai e tha vetë publikisht në media, 13 fëmijë ka qenë në moshën 16 vjeç. Sa do të gënjesh për moshën ti nuk mund të gënjesh, domethënë të thuash ti je 20 vjeç, thua jam 12 vjeç. Kjo s'do, është ka të pamundur, kupton? Domethënë ti e çon në një hotel, më janë si punë kështu bed and breakfast, domethënë në zonat më të këqija të Londrës, kupton? Ku shteti domethënë nuk është shumë i fortë. Janë, si ta shpjegoj, nuk përdor fjalën ghetto, po them afër ghettos, kupton? Qëllimisht vendosen këta emigrantë kur vinë në zona shumë të këqija, në kushte shumë të këqija, nuk i jepet domethënë asnjë lek se këta nuk kanë të drejta as për ndihmë ekonomike, as për ju jepet një fal lëmoshe domethënë kur ju shumë e pak sa për të ngrënë bukë domethënë. Dhe kjo është politika e qëllishme, kështu që unë gjithmonë mendoj, kupton që kjo është një anglisht më thënë është një i përdoret fjala failure domethënë e shtetit, kupton, e qëllishme, domethënë është e prandaj që këtu në anglisht quhet truth kombëtar. Unë mendoj mund ta, me jam shqiptar vetë, unë them është kriminale, kupton, mendoj se, kupton, si mund ta marrësh tani ti, unë mendoj as në Shqipëri nuk mund të marrësh një fëmijë
ta futesh në një ndërtesë me 20 të tjerë që nuk e ka takuar ndonjëherë, dhe ai fëmia aty duhet të ndaj banjon me të tjerë, duhet të ndaj një kuzhinë me të tjerë, nëse i lejohet të gatuaj aty. Ato do të jetë në një vend, pa kupton, njëri pa njëri kështu me radhë. Ja kuptoj shumë mirë që pastaj që këta fëmijë kur dalin nesër në ikin. Besoj që ndodh edhe në Shqipëri fatkeqësisht, edhe pikërisht unë mendoj këtu që përpara se sa të kalojmë që të diskutojmë pak më tepër edhe për gjendjen po themi jo vetëm të arsimit edhe të edukimit se si mundet që të ndërhyjë në fakt shteti përmes duke bërë thirrje në shkolla, në lagje, kudo ku ka mundësi, sepse ka mundësinë pasi në fund ditës shteti në Shqipëri ka një kontroll, po themi kështu, të plot mbi individin dhe qoftë edhe nëpërmjet mediave për të ulur të paktën ose të paktën për të friksuar, le të themi, deri diku ata prindër të papërgjegjshëm, cilët i nisin fëmijët e tyre ku për mua, do të thënë gjithçka, mua asnjë gjë nuk më ngushëllon nga ato çfarë dëgjova deri më tani. Pra, nuk më ngushëllon as fakti që okay, se Britania e Madhe është një vend i cili sot e ka një qeveri që mban qëndrime, po themi skeptike ose të ngurta mbi emigracionin. Nuk më ngushëllon as fakti që ata mund të jenë pranë familjeve të tyre, asgjë, në qoftë se unë nuk e di atë de jure, edhe de facto. Unë dua që atë gjën ta di të shkruajtur të zezë mbi të bardhë, pra të jetë faktike, dhe kjo e para, dhe e dyta më e rëndësishme, besoj unë si shoqëri civile ne, por mbi të gjitha edhe gazetarët kolegët e mi, çfarë do doni që të dinin, është fakti se si mundemi që të ndalim këtë hovë, pasi është një trend në rritje. Për shembull, Altin, doja të drejtohesh aty përpara se ta marrë fjalën Bleoni dhe kushdo tjetër, Karli, Alia, Albi, kushdo që të flas. Okay, po Ali më pas. Doja të dija eksaktësisht sepse neve kemi një precedencë, pra sikurse përmenda edhe më përpara. Edhe më parë fëmijë janë trafikuar aty ose janë marrë, janë rrëmbyer, ka variante nga më të ndryshme. Por ky numër në rritje me çfarë ndërlidhet sipas teje, Altin? Shkajlis, unë them që shkaqe janë shumë shkaqe, por më kryesorët kanë të bëjnë me gjendjen e përgjithshme në Shqipëri. Dhe kur them gjendjen e përgjithshme, jo vetëm thjesht ekonomike, por mendoj që ka arritur një moment kyç çështja e keqqeverisjes së Shqipërisë, derisa njerëzit në mos të rinj, dhe nuk është një fenomen vetëm i këtij viti ose i lidhur me Covidin e tjerë, siç mund thuhet për shtete të tjera. Në Shqipëri ka të paktën 8 vjet që të gjitha statistikat, matjet statistikore që ne kemi bërë si zyra të tjera e kanë bërë prej vitesh gjithashtu, tregojnë që të rinjt nuk kanë asnjë lloj shprese për të qëndruar në Shqipëri. Dhe bëhet fjalë për një shifër 70 deri në 80% të rinjve në Shqipëri. Që do thotë, në qoftë se ne si të rritur, kemi një punë, kemi një jetë, kemi një shtëpi, që do thotë, nuk kemi këtë presionin e hyrjes në jetë, pra fillimit le themi të krijimit të familjeve tona, të gjitha gjërave, për të rinjt, presioni social, presioni shoqëror, presioni për një punë më të mirë, për të ardhura më të mira e të tjerë është kaq i madh, ndërkohë që nuk i gjejnë në realitet, ti sot si i ri nuk gjen punë, ose nëse gjen punë është punë e cila paguhet keq, e cila paguhet në të zezë, pra jo sa do duhesh të paguash, po është pa deklaruar, ose nuk të paguhen sigurinë shoqërore, shëndetësore. Pra, askush nuk të ofron një jetë, punësim të denjë. Dhe një vend i cili nuk të jep dignitet dhe nuk të lejon të jetosh me dignitet, pa diskutim, kthehet në një vend ku dhe kjo sigurisht e kombinuar pastaj me faktin që ti nuk ke një qeverisje të mirë, demokratike, të hapur, që njerëzit jo vetëm thjesht të shprehen, po të kenë mundësi që të ndikojnë në vendimmarrje, të ndikojnë se ku shpenzojnë lekët, dhe ato lekë janë lekët tona, nuk janë lekët as të kryeministit, as ministrave të tij. Do të thotë që njerëzit pra nuk kanë më shpresë që ky vend të ndryshojë, që ky vend të jep dignitet,
dhe e shikojnë si zgjidhje pra i krijimin e një jete, fillimin e një jete pra diku tjetër, qoftë në Gjermani, që ka shumë të rinj nga Shqipëria që kanë mbajtur në Gjermani, qoftë pasaj edhe akoma në mënyrë edhe më të rrezikshme, të marrësh pra një gomone qytetarisht në Britani, të jetosh në kamp dhe të shpresosh që një ditë të bukur do t'japin status azilanti dhe do fillosh do gjesh një puna, do fillosh një jetë më të mirë, domethënë. Pra mendoni sa keq është bërë situata, sa shpresa e vetme e të rinjve mbetet marrja e një gomoneje, sikur të ishte fillimi në tamam viti 1910-1991, kur Shqipëria ishte një vend i pashpresë. Të falenderoj. Altin Leona, kishte diçka për të thënë para se t'ja japim fjalën Alis edhe Albertit më pas? Po, kisha për të shtuar disa gjëra, domethënë, pa dashur të bëj replika ose të ul nivelin është pjesa se diçka që unë bisedova edhe me Karli në episodin e kaluar të podcastit, që pavarësisht se janë tema komplet të ndryshme, është një mesazh që në fakt duhet të shkojë edhe për këtë temë, që ne duhet të marrim çik përgjegjësi vet. Dikush më parë tha që jo, nuk ndodhin në Shqipëri ose nuk jetojnë aq keq në Shqipëri. Edhe në qoftë se marrin fakt të kryer që gjëra të tilla nuk ndodhin në Shqipëri, duhet të marrin përgjegjësi për faktin që ne jemi akoma më keq përderisa ka prindër që i kanë lënë ata fëmijë të marrin ato lloj rrugësh pa asnjë lloj kontrolli, pa asnjë lloj vetdije, që na ka çuar ne tani të mblidhemi këtu edhe të bëjmë thirrje si në reklamat e televizionit që kontakto këtë, kontakto atë. Domethënë, përgjegjësia është e individit që i bie të jetë prindi, është e shoqërisë, është e shtetit, është e tjetrit. Organizatat nuk janë aq jo aktive sa pretendohet, se përderisa ne sot kemi një nga personazhet kryesorë të këtyre organizatave që është i gatshëm të bisedojë me ne, që të themi në një mënyrë modeste nuk jemi askushi në fund fare, përderisa është i gatshëm që të marrë çdo lloj veprimi sado të vogël, që të ngrihet sado pak, sikur një ta dëgjoj, mirë do ishte. Domethënë që nuk janë organizatat ato që janë jo aktive. Ato që janë jo aktive janë mediat, që merren me show të ndryshëm pa përmendur emra, ose që merren me skandale politike dhe ekskluzivisht politike, pa trajtuar asnjë lloj problemi që duhet trajtuar. Kështu që duhet t'i themi disa gjëra ashtu siç janë. Pritse këto e kemi, se dim që ti je kështu shkëndi, po i kemi për nga mesi ose nga fundi këto. Pastaj debatin sociologjik dhe analizën psikologjike të masave. Tani po ja fjalën Alis, pastaj Albertit edhe më pas Kristi. Vetëm ju lutem mbajeni shkurt nga 2 minuta secili që të kemi kështu rounds të një pas njëshëm. Mi mbrëma, shpresoj që të më dalin 2 minuta. Të del. Mirë mbrëma. Sepse kam disa pikë nga që foli Altini, foli dhe zoti Ilir Dëma, dhe mendoj që është një çështje tepër delikate dhe qasja më e mirë ndaj së cilës nuk mendoj se është me anë të teorive aloduese, por nga ana praktike dhe precedentale. Sepse pikë së pari, duke u nisur nga çau fol më përpara, mungesa e djeshmërisë nga qeveria shqiptare, e shoh si një tregues që përveç menefregizmit të qeverisë, që atë dua ta lë veç, familjarët të këtyre fëmijëve nuk duket sikur janë në një panik të zhdukjes së fëmijëve të tyre, përderisa nuk ditë kemi, më korrigjoni nëse jam gabim, po nuk ditë kemi fakte të raportimit në polici të një prej këtyre 176 rasteve, edhe me këtë nuk duhet pretendoj se ata fëmijë janë të zhdukur, ata fëmijë të zhdukur janë të zhdukur dhe janë të sigurt apo me familjarët të tyre në Angli, por të gjitha shenjat, pa pasur prova konkrete, thjesht duke u bazuar në precedencën e deritanishme, më duket sikur ata janë në dieni, familjarët, edhe janë në kontakt me fëmijët e tyre. Pse e them këtë është sepse duke qenë rezident, kam dëshmuar ndër vite vazhdimisht raste të shkrirjes së shqiptarëve rezident, shqiptarëve british, me shqiptar ilegal në instanca pune, në instanca kafenesh e tjera. Edhe personalisht mendoj që paralelisht me këtë, parlamenti anglez pretendon të politizojë çështjen edhe të përforcojë shumë fushatën e deportimit të azilkërkuesve shqiptar. Dhe jo se nuk është delikate, sepse po mendoj që delikatesa e kësaj çështje qëndron në faktin se sikur realisht të ndodh diçka një prej këtyre fëmijëve apo një prej këtyre rasteve,
si patern, ajo që kam vënë re është që emigrantët shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar vetë dorëzohen ose kapen dhe shpejt pas kësaj vjen dhe ajo arratisja që u përmend më përpara nga akomodimet e hoteleve të home office. Edhe kjo vlen edhe për fëmijët ashtu si për çdo lloj moshe nga të dyja gjinit. BSHL-ku në ligjet e forcuara në thonjza të Mbretërisë së Bashkuar është që në rast dorëzimi apo hapje të një çështje azil kërkuese, individi kërkues lirisht mund të dalë në botë të hapur pa forma kontrolluese ndaj tij. Pra, nëse hapet një çështje azil kërkuese, nuk është se ky individ kontrollohet apo monitorohet në veprimet e tij ditore. Në asnjë mënyrë nuk përpiqem që të zbuz situatën apo as ta parashtroj si të smadhuar, por personalisht duke ditur se si ka qenë më përpara, bashkarisht me atë që po ndodh tani, nuk shoh ndonjë ndryshim të madh. Dua të them që edhe para Brexitit, edhe para lockdowneve të Covidit, ka pasur fëmijë edhe minoren që janë hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Po ka një ndryshim sepse kur hyn me gomone dhe kur hyn nga ana detare, gjithmonë ndalohen nga policia e kufitare dhe ata merren procedohen edhe merren skedulohen. Ndërkohë që numri i fëmijëve që mund të ketë hyrë ndër vite me anë të mauneve nuk është i ditur, për faktin e vetëm se ata dalin nga maunet dhe futen në botën e lirë angleze ku nuk mund të kontrollohen dhe nuk shihet. Ndjes, Ali, para se të shkosh aty, nëse mund të ndalesh, nuk e di sa informacion ke për këta të cilët vinë të paktën me këto mjetet e transportit rrugor, që sa pak prej tyre në fakt ja dalin që të mbrin deri në Britaninë e Madhe. Se unë kam disa raportime që i kam ndjekur mbi këtë çështje. Për faktin që disa prej tyre, për shkakun kam dëgjuar raste të shqiptarëve që janë asfiksuar, kam dëgjuar raste të azil kërkuesve shqiptar, të cilët kanë ardhur përmes rrugëve të tjera dhe nuk ja kanë dalë, pasi ne dim shumë se çfarë ndodh, se si i hedhin rrugëve kur maleve, rrugëve e deteve. Po, e kuptoj. Kështu që do ta mbajmë gjithmonë edhe atë parasysh. Ajo sigurisht që duhet marr parasysh, por është një faktor që e merr vetë parasysh individi pikë pari dhe është nëse janë minoren, sigurisht që situata komplikohet pak më shumë sepse përgjegjësia është më e madhe edhe nuk bie mbi vet ata të cilët e marrin këtë rrugë. Vetë kam dëgjuar domethënë raste ku persona janë futur nën kamion edhe janë shtypur, kanë rënë, kanë qenë të rralla sigurisht, por që si i thonë janë pjesë e asaj që ndodh kur çdo jetë vlen. Po. Çdo jetë vlen. Sigurisht që po. Okej, jenë sekondat e fundit edhe më pas Alberti dhe Kristi. Si konkludim, mendimi personal është që diskutimet në parlament janë të politizuara, sepse nëse sot kemi fakte konkrete të këtyre 176 fëmijëve të zhdukur, me bindet plot unë mund ta them që për vite me radhë numri i minorenëve që janë futur në UK ilegalisht ka qenë në mos më i madh pa që konsiderueshëm. Këta fëmijë janë të regjistruar por që kanë kaluar me gomone, siç thash më përpara, dhe kjo nuk ka ndodhur vitet e shkura me kamionët, edhe s'ka pas shenjë treguese të hyrjeve të tyre ndër vite. Gjithashtu doja të thoya që sigurisht familjeve shqiptare duhet të kërkohet llogaridhënie për këtë lejë veprim të fëmijëve të tyre, por është edhe pak çështje subjektive, sepse duhet marrë parasysh që në mos jo në Tiranë apo në qytete të mëdha, në zona rurale, një fëmijë 16-17 vjeç shihet si furnizues i familjes me një burrit parakohshme ku kanë përgjegjësi për të mbajtur familjen dhe është shumë herë më e lehtë, nuk po them që është okay dhe legale për të lënë një fëmijë që të marrë rrugët e gurbetit për për të dhënë për familjen, por që ka tendencën që të ndodhë, sidomos nga zonat e veriut të Shqipërisë, ku kemi edhe fakte që qytetin e Kukësit 60-70% e fëmijëve minoren janë në arrati e sipër. Faleminderit. Albert? Mirë mbrëma. Mirëma. Kështu nuk jam një si i çështjes, unë përkohësisht jam në Angli dhe më ka ra me pa lajme, kryesisht u lexu Guardian, e përmendi dikush, edhe shumë e rëndësishme çka u thanë fund prej Aliut nëse zgaboj. Prej një fatkeqësi kur i kom pa këto numra edhe kom pa që veç një prej këtyre fëmijëve me qytet fëmijë, domethënë shumica janë 16 vjeç po adoleshent, veç një prej tyre ka qenë vajzë, femër, grua e re, termi çdo që të përdoret, po më vishë deshta një theks me vendos në raportin krejtësisht problematik
të Britanisë Madhe karshi Shqipërisë dhe qytetarëve të Shqipërisë, edhe të drejtës tyne për me punu apo edhe me u bashku me familjet e tyne në Britani të Madhe. Edhe ky raport nuk është i njëjtë me vendet tjera, edhe më ka interesu me pa ku është problemi, se nevoja për emigrim për prosperitet, domethënë për kushte më të mira jetese, për shkollim më të mirë për fëmijët e tyne, edhe ardhja e shumë njerëzve në Angli është trend i vazhdueshëm, edhe këtu kam vrejt që ka shumë që vinë prej shumë vendeve, domethënë Shqipënia është pjesë e vogël. Edhe në këtë raport që ka dalë, domethënë interesant është pse theksohen qëllimisht qytetarë shqiptar në atë mënyrë. Edhe kjo ka gjatë që ka të bëjë edhe me mandej mënyrën që është raportu për fëmijët shqiptar, atë mënyrë skandaloze, për cilën ka pasur edhe notë proteste prej qeverisë shqiptare. Nuk duhet me harru që kjo qeveria e kësaj partije, domethënë ka pas skandale tjera me emigracionin. Nëse ju kujtohet ai tentimi për me deportu njerëz të ardhur ilegalisht në Angli në Ruand, njëjtë në Guardian ka qenë një artikull në cilin përmendet edhe një qytetar shqiptar. Natyrisht për kushtet e anonimitetit emri ju kishte ndru edhe ju kishte vendosur një emër pak a shumë që në Kosovë ne e përdorim, Vetan apo çdo diçka. Interesante mendo me juve ka qenë intervista e tij, edhe tash ndjenja kur je nxanë në Angli legalisht edhe po dojnë me të kthy në vend, tash normalisht unë e prit me lexu që ai person në vend se me qu në Ruand ka dëshirë me u kthy në Shqipni. Apo jo, se kështu më duk racionale, ai person insistoi që ka ardhur me vdek në Angli. Domethënë se kjo unë kam ardhur për me vdek në Angli, domethënë jo me u kthy në Shqipni. Që ke interesante, pak e tmerrshme, nuk më isha me kuptu, sepse Shqipnia pa marrë parasysh kritikave, domethënë ka ngritjen graduale dhe të standardit, domethënë edhe krahasohet edhe me vendet rajonit, po në anën tjetër ka një emigrim të jashtëzakonshëm për shembull që lëviz prej Serbisë. Qytetarët serb kanë të drejta të tjera dhe shumë ma lehtë hyjnë në Angli. Domethënë ata nuk kanë për shembull nevojë, nëse dojnë me qëndru në Angli, nuk kanë nevojë me tregu lartësinë e pagës që e marrin në Angli, derisa qytetarë tjerë kanë nevojë me tregu, sidomos për shembull këtë rast kosovarët kanë nevojë me tregu. Edhe për shembull për mu kritika ishte dashur me ju drejtu Britanisë Madhe, nëse flasim për nivel kritikës natyrisht, pse Shqipnia diskriminohet në këtë mënyrë. Tjetër, se për shembull nëse një shqiptar jeton që 20 vjet në Britani të Madhe, edhe nuk ka mundësi me sjell fëmijën e vet në Angli, edhe mandej qysh jemi në atë zhdërvjellët edhe gjejmë mënyrën qysh me ardh. E kemi gjetë na si kosovar kur kemi emigruar në 90-tave, në kohë të pushtimit. Kjo është një prej problemeve që ish dashur me trajtu. Do thonë pse këto rregulla kaq strikte vlen për qytetarët shqiptar, derisa Shqipnia është edhe antare e NATO-s, edhe është në proces të Bashkimit Evropian, edhe domethënë nuk është që të dy qeverit kanë raporte të tensionume sa me u trajtu në këtë mënyrë qytetarët shqiptar. Përndryshe, mandej kishte qenë krejt lehtë. Tash unë kam pyetje, nuk dia ka dikush që mundet me jap informata, neve na ka ndodhur në 90-ta, për shembull, unë kam pasur antar të familjes që kanë ardhur këtu për nevoja për me siguru mbijetesën për familje mbrapa, domethënë ose në Shqipni ose në Kosovë, edhe ata zakonisht prezantohen me emra të rrejshëm. Domethënë, sepse tentojnë me i mbajt pasaportat e veta që i kanë, që në rast se diçka ndodh, se në kohën kur ti ke apliku për me emigru, derisa të trajtohet edhe zgjidhet çështja jote, nuk i drejt me lëshu vendin. Edhe sepse këta persona që kanë hyrë, domethënë disa shënime autoritetet britanike duhet t'i kenë, po sajnë ato të vërteta. Mandej nëse e dim, nëse po pretendojmë që prej Shqipnisë kanë dalë në mënyrë ilegale, sepse pa përcjellje nuk mundesh me dalë ndryshe,
Po dhe kjo është për me 100 pyetje, se ata kanë mujt me shku deri në Francë me një përcjellës, apo edhe mandej prej Francës me kalu në Britani të Madhe. Mundësia për me juron fije, këto njerëz ka qenë shumë e vështirë. Po unë nuk e kisha përdorur domosdoshmë termin të zhdukun. Natyrisht që ka, me siguri ka raste të izolume, po edhe e kisha qitë në pyetje, si me thonë, këto tregime, se unë nuk kam informata, po tregimet që na e kemi na Shqipënia, shqiptarët e kanë një rrjet të tillë kriminal të zhvilluar në Angli që mbajnë fëmijë shqiptar si sklever. Kjo është dashur me u dëshmu, për ndryshe është e thonë. Albert, nëse mundem që të përgjigjem për pjesën e fëmijë të zhdukur, dhe pas po sepse unë nuk e kam, po patjetër, nuk kam informata, veç tu me lexu, për shembull, aty përmendet në një artikull missing, domethënë missing në po se ti nuk në fillim kur kemi hap space-in me Altinin, edhe kemi sqaruar këtë pjesë pak a shumë, arsyeja do të thënë të zhdukur ne e përdorim sidomos në Shqipëri më shumë se sa për shembull këtu është ky termi të pagjetur që përdoret në Kosovë për shembull për personat. Po të pagjetur është për personat të zhdukur gjatë luftës kryesisht. Po pra, tani këta humbun na thojnë për shembull kur ka humb një njeri dhe se dim ku ka shku. Po eksaktësisht përdorim të humbur. Edhe rasti i fëmijëve, pasi ka dy gjëra, domethënë edhe pse edhe tek të pagjeturit në Kosovë ka disa prej tyre që nuk janë denoncuar për vite të tëra prej familjarëve, kupton? Pra, dhe Altini mund të na shëroj pak më mirë, sepse unë pak u interesova ndërkohë që po e përgatisja temën sot të Space-it, edhe mora vesh në fakt që kërkon një kohë goxha të gjatë, jo të gjithë familjarët reagojnë menjëherë, sidomos në rastet e zhdukjes ose humbjeve që ndodh të fëmijëve apo familjarëve të azilkërkuesve apo të emigrantëve. Ju referova disa shifrave në fakt të mëhershme dhe studimeve që ishin bërë, korrigjom Altin nëse se kam gabim, pra jo gjithmonë është ajo si me thënë 48 orëshi që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që pas asaj konsiderojnë automatikisht në kërkim, e kupton? Kishte raste për shembull të disa emigrantëve fëmijë në fakt palestinez, të cilët për vite me radhë janë askush nuk i ka denoncuar ata, megjithatë më pas fati tyre që i tmerrshëm, po unë uroj që kjo mos të jetë rasti i këtyre fëmijëve. Po patjetër, po këtu më shkoi mendja. Ne kemi pas për shembull një numër të kosovarëve që janë fundues në Otranto gjatë tentimit me dal në Itali dhe nuk janë gjetur kurrë. Tash unë prap prej këtyre numrave po shpresoj që ata njerëz spaku janë të gjallë apo jo. Po në anën tjetër presioni çdo është definitivisht qeverisë britanike sepse ajo i ka pas në mbikëqyrje. Kuptoni, domethënë këta të adoleshentë, jo të rritur. Ajo qeveri ka pas në mbikëqyrje, pa marrë parasysh në çfarë zona i dërgon. Përgjegjësia për jetën e tyre. Ke të drejtë, po mendoj që më shumë presion se sa mund t'i bëj qeveria shqiptare, po natyrisht. Sepse këto mes raporteve dypalëshe ndërshtetërore nuk mundet askush që ta tejkalojë kompetencën që ka qeveria shqiptare. Mirë, po edhe kur ndodhin protesta, se ka pas një protestë e madhe shqiptarëve në Londër. Edhe ka qenë një zo i ngritun lart për shumë çështje. Po, që u përmendë edhe ma herët, do me thonë, për nevojat të emigrimit krejt rajoni paka shumë është duke u zbras, por shumë tri po e shojnë këtë rrugë, por nuk isha thonë që se cili, do me thonë, se edhe Shqipnia dhe Kosova dhe vendet tjera ende kanë shumë njerës që e vazhdojnë jetën atje, po një pjesë e tyne fatkeqësisht edhe Kosova është duke shkuar drejt të njëjtit trend, nuk e di a e ke dëgjuar se çfarë është duke ndodhur për gjatë muajve të fundit, po e diskutojmë një herë tjetër se do doja t'ja jepim fjalën. Më falni, veç deshta diçka mendova me juve që kam pa. Thanks. I rikthehemi sërish edhe ta jap fjalën sërish Albert, po ja jap fjalën Krisit dhe më pas Karlit. Edhe Altin, kurdo që ke dëshirë që të ndërhysh ose ndiu i lirë, domethënë është debat, kështu që mund ta hapësh mikrofonin dhe të ndërhysh kur duash, ose ke një buton të vogël aty
që është një si zemër me një plus ku çohet dora. Se Altin e kemi brand new për herë të parë. Jo, vetëm ta them, po do të kemi parasysh që Altini sot është edhe kryeqendra e diskutimit, kështu që mund edhe të flasësh pak me dorën sepse duam ne domethënë një personi që ka më shumë përpaske në këtë temë, kështu që. Më fal, mund ta bëj një pyetje unë? Jo, Armand do pyesësh radhën, nuk do shfrytëzoj shoqërinë që kemi ne. Jo, vetëm po jo, do të. Jo, do presësh radhën, ço dorën Armand. Dakor. Tani, më mbrëma një. Sa po tjetë për tifozllëk, tani e për dëshirën tonë si shqiptarë të jetur besojmë të 20. Kur kemi në një mik që është për t'ikur, po do në çdo fund të botës themi të prifte mbara dhe gjithmonë kur kthehet mbrapsht bën fajtor tjetrin, por tani duhet ta gjykojmë edhe nga ana tjetër. Gjykimi se unë shpeshkoj që disa këtu po bëjnë sikur anglezët e kanë fajin apo vendet e botës. E para një në përbot, pak në Europë, që njohim politikat nacionaliste po marrin trend të madh për arsyen e parë që frenimi i emigracionit të palishëm drejt vendeve të tyre dhe kjo vjen si politik për shkak se këto emigracione të palishme që fatkeqësisht jemi dhe në pjesë po sjellin kriminalizim edhe rritje të burimeve kriminalistike, grupeve të kriminalistike në të gjitha vendet europiane që emigracioni ndeshet. Dhe kjo nuk është dhe la peshon faj vetëm neve, po të gjitha shteteve që bëjnë emigracion. Tani ne fatkeqësisht jemi në krye të këtij emigracioni, partë në Europë, kjo gjë ndodh vetëm edhe vendet ne kemi marrë vendeve të luftës ne. Kjo politik po ndodh edhe Anglia si çdo shtet i Europës po e shpreh çik më shumë hapur dhe ne po na vjen çik më shumë hidhur. Dhe kjo është e keqe, pra ne edhe po na vjen hidhur për një të vërtetë që ne nuk po dim ta ndalim. Tani ne këtë emigracion historikisht e kemi ndeshur, por në këtë 10 vjeçarin e fundit e kemi ndeshur me hapa shumë të thellë, shumë të mëdha, shumë të pandalshme. Dhe fatkeqësisht politika që qeverison po e nxit të emigracion të vazhdoj, sepse nuk mundet logjikisht që kryeministri i një vendi, i kujdo vendi, kryesisht një vendi që është pjesë e Europës, pjesë aspiratës europiane, pjesë e ndryshimit europian, të thotë ikni ju se ju zvendësoju me Bangladeshas. Që këtu politika e qeverisjes son fatkeqësisht e nxit emigracionin të largohet dhe një shqiptarët të jenë burime të emigracionit të palishëm që është zërë të pjesë dhe Anglinë. Dhe ne tani si politik fatkeqësisht neve u frym ose u gëzuam pak, ashtu që i dha një notë kritike ambasadës, po pse mos ne japim dhe në notë kritike qeverisë që me politikat e saj e ka bërë rinin shqiptare, dëshirën e rinisë shqiptare për të qëndruar në Shqipëri të jetë shumë e vogël dhe gjithmonë shqiptarët të nxiten për të ikur. Unë nuk flas me shifrat, nuk them ato shifrat e mëdha, por bëj një rast konkret. Rasti konkret është unë jetoj në mes të Vlorës dhe Vlorën e njoh mirë dhe nuk ka njeri në botë më dali mua parat më thotë se njoh Vlorën. Paktën zona ime ka qenë një nga zonat më të mëdha të Vlorës, është qendra e Vlorës. Vetëm ne bënim 3 klasa paralel, aq shumë fëmijë ishim një brez, jemi katanistas 10 veta. Do me thënë që këtu qeverisja jonë ka dështuar me politikat e saj, politikat sociale, politikat e nxitjes së të rinjve, pra sot të rinjt jo vetëm janë larguar, por dhe ata e pak që kanë ngelur, që janë në numër të vegjël, kanë dëshirën maksimale për të ikur duke parë se shokët e tyre, miqtë e tyre kanë ndej dhe po një jetë dhe po jetë e tyre është e mirë deri diku, nuk po themi që është e shkëlqyer se deti kripur është kudo, por kur vendi jonë nuk ka më det fare, ka ngel vetëm kripa, është shumë e keqe dhe dëmshme. Dhe unë thash që politika jonë fatkeqe që na drejton, na thotë neve ikni ju se unë ju zvendësoju me Bangladeshas. Por për çudi, saj politike aq të keqe, për vënë e saj edhe Bangladeshasit nuk po i qëndrojnë më se
Vin Bangladesh si maksimumi 3 muaj dhe ata ikin, e qenë tranzit, e kam parë këtu që Shqipëria është më keqe. Më fal për ndërprerjen, vëlla, po shife se nuk është se këto që thua ti nuk janë vërteta, po nuk është kryeqendra e debatit. Sot jemi mbledhur për një problem shumë specifik që janë fëmijët e zhdukur edhe janë zhdukur. Këto janë të lidhura me njëra tjetrën, do doja që të rinim pak në larg politikës. Po nuk folëm bazën, nuk mund të vejmë të zhdukja se zhdukja ka ardhur për një arsye. Dhe arsyeja është kjo, tani nëse ti nuk ndalon arsyen, pse duhet bësh të analizosh pasojën? Se pasoja ndodh, po duhet ketë një arsye. Jo, kur ti nuk di të... edhe unë jam dakord me Kristin. Kristi, ndjes vetëm 1 minutë do më japësh kohë, se do më duhet që të përshëndes Altinin, pasi ai ka që pati kohën që mund të na dedikonte. Altin, të falenderoj për zemërsisht isha me ne, po të lëm të lirë që ne vetëm mund të kërcasim debatin këtu. Të falenderoj shumë për kontributin e jashtëzakonshëm që ke dhënë. Unë të kam ndjekur prej vitesh dhe punën që bën me aq pasion në Tiranë. Edhe shpresoj të shihemi së shpejti kur të vi nga Prishtina. Të uroj gjithë të mirat, falenderoj. Me kënaqësi, falenderoj dhe falenderoj të gjithë që u bën pjesë e këtij grupi. Shumë interesante by the way, kështu që ju vazhdojnë debatin, po pastaj sigurisht që mendoj që mund të ketë çështje të tjera që mund të diskutojmë, kështu që e vazhdojmë në një herë tjetër debatin po ashtu. Shumë faleminderit. Faleminderit Altin, gjithë mirat. Të më presim. Ciao. Natën.